Vetëm pa kilometra larg Tiranës, i fshehur mes maleve dhe natyrës të një tereni kodrinor malor, ndodhet Gurbardi. Fshati që mban gjallë historinë e Pjetër Butit, një prej figurave më të rëndësishme të kulturës dhe të letërsisë shqiptare, një fshat me histori shekullore, por që sot përballet me zbrasjen, emigrimin dhe mungesën e investimeve. Dikur në Gurbard dëgjoheshin zërat e fëmijëve dhe gjallëria e jetës bujqësore. Sot kanë mbetur kryesisht të moshuarit. Nga qindra familje që jetonin këtu, tashmë numri është kurrë ndjeshëm. Shumë të rinj janë larguar drejt Tiranës apo emigrimit në kërkim të një jete më të mirë. Rrugët e ngushta, tokat e lënë djerë dhe shtëpitë e mbyllura tregojnë historinë e një fshati që po boshatiset vit pas viti. Ndodhem rreth 40 kilometra larg Tiranës në qendër të fshatit Gurbard, një fshat i qetë malor dhe piktoresk, ku ndodhet shtëpia muze e një prej shkrimtarëve më të mëdhenj të letërsisë shqiptare, siç është dhe Pjetër Buti. Mbrapa meje ndodhet edhe busti përkujtimor i shkrimtarit. Pjetër Buti ka qenë një nga poetët e parë shqiptar, i cili në një kohë kur gjuha shqipe rrezikoi të asimilohej nga pushtuesit, ai zgjodhi të shkruajë pikërisht në gjuhën shqipe. Poezitë e tij më të njohura me karaktera detar kanë qenë Rituali roman dhe Poema e rrëfymit. Busti në kohë të Partisë Punës ka qenë këtu në qendër fshatit. Pastaj demokraci e ka luajtur tek shtëpia muze pranë shtëpisë ku ka qenë, ku ka lindur, që të jetë në kujdes, në rujtje, se këtu kishte nga vitet 97 e mbrapa kishte rrezik edhe me e morë komplet, se u duhi si bust. Tani është e shtëpia atje, qenë në fshatin, në lagjën e tij ku ka lindur një fjalë. Në këtë fshat lindi Pjetër Buti, shkrimtari dhe kleriku që i dha rëndësi gjuhës shqipe në një nga periudhat më të vështira të historisë së vendit. Për sot muzeu që mban emrin dhe kujtimin e tij qëndron shpesh i mbyllur. Vizitorët që mbërrin deri këtu detyrohen shpesh të shohin vetëm nga jashtë, pasi dera e muzeut hapet vetëm në raste të caktuara. Kjo është shtëpia muze e Pjetër Butit. Momentalisht është e mbyllur? Po, ka mbyllur të çunat janë jashtë shtetit. A qëndron gjithmonë? Po. E mbyllur apo? E mbyllur, qëndron. Veç kur vinë me pushime, atëherë e hap. Po turistat vinë? Vinë, e shko vinë shtu. Rreth, hiki. Janë marrë fonde për restaurimin e kësaj shtëpie muze? Po, janë fonde, janë. Është rregullu. Po si ka qenë e vjetër, ajo ndërtu në modele 3 tash. Ka qenë me gjakë me kret. Tash i kanë eliminuar ato. Në bonus më tjetër se për shembull si mas kohës. Pjetër Buti ka lindur 1566. Edhe u mbyt në Drim, e kanë mbyt kur vonë për preft. Si shtëpi ka qenë gjithë me shpërntime ajo, kjo modifiku mrapa. Banorët kërkojnë më shumë kujdes për trashëgiminë kulturore të zonës. Ata thonë se historia e Pjetër Butit mund të ishte kthyer në një pikë të rëndësishme turistike për të gjithë krainën. Sipas tyre, fondet kulturore nuk janë përdorur siç duhet, ndërsa muzeu administrohet nga familjarët që jetojnë aty. Banorët ankohen se shtëpia muze është kthyer më shumë se një banesë private, e cila hapet edhe mbyllet sipas dëshirës së pronarëve. Turistët pas një rruge gjysmë të shtruar mbërrin deri këtu vetëm për të parë kyçin e derës të muzeut. Mbrapa meje, siç e shikoni, ndodhet dhe shtëpia muze e Pjetër Butit. Sipas banorëve janë marrë mjaftueshëm fonde për të restauruar dhe për të përdorur si një muze, por ata që kanë përfituar e kanë kthyer në një shtëpi private, duke i vënë kyçin dhe duke bërë të pamundur që turistët të vinë ta vizitojnë. Rruga gjithashtu është në gjendje të mjerueshme, pasi vetëm gjysma është e shtruar dhe pjesa tjetër është në kushte me një infrastrukturë të dobët, çka e bën shumë të vështirë që turistët të vinë dhe ta vizitojnë. Pas një rrugë të gjatë dhe mes premtimeve për zhvillim turistik, vizitorët që mbërrin në Gurbard përballen me dyert e mbyllura të muzeut të Pjetër Butit. Banorët thonë se ky vend ka histori dhe potencial, por mungon vëmendja dhe investimi ta kthyer atë në një pikë të rëndësishme turistike dhe kulturore.
Ai pa të shkrujt shumë libra dhe gjithnjë dhe lutjet kishte dëshirë që t'i bojnë në gjuhën shqipe. Kështu që edhe feja katolike nuk ose i shkonte për mirë kjo punë dhe arriti që u mbyt në lumindrim. Edhe ajo shtëpia është aty ka lindur Pjetër Buti, faktikisht është shtëpia përballa shtëpia më e vjetër, ajo që ishte afër shtëpisë Pjetër Butit. Edhe kjo tani është edhe monument kulture, shtëpia. Edhe pse Gurbardi është përfshirë ndër 100 fshatrat turistik, banorët thonë se turizmi mbetet ende i pazhvilluar. Vizitorët ndalen për natyrën, ajrin e pastër dhe historinë e zonës. Por mungesa e investimeve dhe infrastrukturës vazhdon të jetë pengesë. Rruga është ende pjesërisht e pashtruar, ndërsa shërbimet për turist mbeten të kufizuara. Sipas banorëve, potenciali i zonës është i madh, por ende i pashfrytzuar. Banorët tregojnë se bujësia vazhdon më shumë për mbijetesë sesa për treg. Tokat mbillen ende me misër dhe fasule, por mungesa e tregut dhe largësia nga qyteti o vështirësojnë jetën fermerëve. Plegtoria pothuajse është zhdukur, vetëm pak familje që janë në gjendje më të mirë ekonomike mbajnë ende ndonjë tuftë të vogël delesh për nevojat personale. Të tjerë thonë se kostot janë të larta dhe fitimi pothuajse i papërfillshëm. Që kanë të fëmijë këtu që kanë lindur, edhe s'ka ka ikë. Kush ma i lop, kush i ka hek, pjesa me madhe i kanë hek lopët të më shakë. Një 10 familje që janë ma më fuqi kanë një 10 dele, 20 dele shumë. Vetëm për vete. Vetë për vete ty dhe nuk mund të bëjnë asgjë më tepër. Po në bujqësi çfarë prodhoni? Misër me të më tepër, vetëm misër, fasule. E shoqërojmë me misër. Për vete edhe këtë nuk shisni prodhim. Ja, shkeqa shqeç nuk mund mjellin a ina i patate. Tregu është larg. Banorët shpresojnë që rruga e Arbërit i jap më shumë gjallëri zonës, duke sjellë vizitorë dhe mundësi ekonomike për fshatin. Megjithatë, sipas tyre, investimet kanë mbetur për gjysmë dhe shumë premtime nuk janë mbajtur. Rruga e Arbërit, thonë ata, i ka ndihmuar deri diku, por ende jo aq sa për të ndryshuar realisht jetën e banorëve apo për të ndalur largimin e të rinjve. Ka larguar shumë në fshat e kohët e fundit? Nga 1500 kemi ngeli 150 veta. Këtë janë larguar. Emigrim. Disa kanë ikë në Tiranë, për që jetë më të mirë, po jetë më të mirë në fshat. Tu ky fshat ka dhe ujtin, borimin, ujti freset i pastër. Kanë ikë, kemi ngeli në grojqa këtu. Bime pëjmë kaj kafe këtu, shkojmë në shtëpi, kjo është fshati Burit Bardh. Në qendër të fshatit pranë burimit, të moshuarit mblidhen çdo ditë. Bisedat e tyre janë thuajse të njëjta, largimi i të rinjve, mungesa e punës dhe fshati që po plaket dita ditës. I vetmi aktivitet argëtues për ta mbetet bujtina e vogël e fshatit, ku mblidhen për të pirë një kafe dhe për të kaluar disa orë larg monotonisë së përditshme. Fshati jonë ka qenë 300 familje. Tani kanë ngelur 100 familje. Kanë hikur në kurbet njerëzit. Atje kanë njerë ekonominë, edhe në Tiranë ka nga Burit Bardh. Po merren pak shtëpi që janë, merren me bujqësi, me plegtori. Është ngritur ky bujtina këtu. Vinë turistë? Vinë turista, vinë njerëz këtu. Po rruga ishte shtruar vetëm gjysmë. Rruga është e pak shumë është fshati kur s'ka rregulla. E kanë punë dire aty, edhe këtu larg, edhe në fshat në qendër se kanë qenë akoma. O kanë thënë që do rregullohet? Në kanë thënë premtime, po premtime boshe. Premtime boshe. Mes historisë natyrës dhe kujtesës së një figure të rëndësishme kombëtare, Gurbardi vazhdon të mbijetojë në heshtje, një fshat që ruan ende krenarinë për të kaluarën, por që pret prej vitesh më shumë vëmendje për të ardhmen. Mes tokave të papunuara, shtëpive të boshatisura dhe muzeut të mbyllur, banorët shpresojnë që historia e këtij vendi të mos mbetet vetëm në kujtime.
Thank you.